pjesë unë shikoj që vetë retorika e zotit Rama është edhe për ta përqendruar opinionin publik që mos fokusohet konkretisht apo edhe mos të merret konkretisht me atë se realisht që çfarë po i kërkon SPAK kryeministit Rama. Do të qëndroj vetëm në shkurtimisht për t'ju rikthyer edhe diçka që lidhet me qëndrimet që kanë sot aktorët politik. Sociologu dhe ekonomisti italian Vilfredo Pareto shpjegonte se pushtetet ndahen për të sunduar dhe bashkohen për të mbijetuar. Momenti që ndodhet sot, klasa politike dhe momenti që ndodhet edhe kryeministri Rama sot, lidhet me një mbijetesë politike. Pra, ne sot e shohim mjaft mirë. Në informacionet që unë kam është që nuk ka për ta dorëzuar, madje kam shkruar qenë dhjetor këtë shkrim, që zoti Rama do ta mbrojë me kartona zonjën Belinda Balluku. Dhe ky është fakt tani. E vetmja që qëndron që çfarë do të sjellë si do të reagojnë faktorin ndërkombëtar dhe a do e dëmtoj këtë procesin e integrimit për në Bashkimin Evropian. Ermal, se në datë 19 me shumë gjasa kryeministri Rama do të jetë në Washington. Pak më shumë tha. Dhe po shkojnë në Washington, pastaj nuk i flet dot njëri me gojë. Do të them vetëm diçka. Nëse do të rim narrativës Partisë Demokratike. Po ne i rim edhe narrativës tonë. Mund të rim narrativës logjike. Ja t'ja shpjegoj Ilir. Kur zoti Velia i takoi zoti Blinken, secili prej aktorëve të opinionit publik thoshte që zotin Velia nuk do i gjej asgjë. Ne pa më pas që dilte edhe me ambasadoren amerikane, zonjën Dies Yuri Kim, dhe më pas ne dim fatin e Veliajt. Po ashtu edhe për disa aktorë të tjerë, edhe zonja Balluku bëri disa takime me përfaqësues në Greqi, mos gaboj, dhe përsëris pak nuk. Ne duhet kuptojmë dhe nuk duhet jemi izolantrik në konceptin që gjithçka rretullohet rreth nesh. Ka tjetër punë diplomacia, ka tjetër punë rruga e drejtësisë. Askush prej aktorëve politik, përfshirë edhe kryeministrin Rama, kur shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e presin edhe se kryeministri vendit. Por nuk i jep njeri as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as në Britani, as në Europë, nuk i jep legjitimitet për të vjedhur vendin e vet. As zotit Rama dhe as një aktori politik. Mënyra se si ne duam ta interpretojmë dhe duam të imponohemi opinionit publik është që me një foto në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ti mund t'i shpëtosh drejtësisë. Ky fenomen nuk ndodh. Kemi parë dhe nuk ndodh më dhe kemi parë. Po mirë, vazhdon që të luhet kjo kartë, se kryeministri Rama me ftesë personale tha Donald Trump do të jem në Washington apo jo. Po mos ishte Rama, kryeministri nuk do vinte ftesa. Mirë, dakor. Po tash ishte kryeministri i vendit, me patjetër, po edhe një qendrim do të kishte nëse kishte diçka kundër Ramos. Po nuk funksionon diplomacia. Nuk është kjo formula institucionale. Fakti që të thirrën ty personalisht në fel dhe ti pastaj bësh imun ndaj drejtësisë, nuk funksionojnë kështu institucione ndërkombëtare. Me gjithë respektin që ne kemi për mendimin e kryeministrit, nuk funksionon kështu as diplomacia as institucione ndërkombëtare. Institucionet funksionojnë me baza institucionale dhe do të thotë nuk kanë partner individin, kanë partner institucionet. Nëse zoti Rama ka probleme me drejtësinë, partneri sot dhe kthehem gjithmonë se e them gjithmonë këtë pjesën, kthehuni në një moment në kohë në ditën kur zoti Brau zgjohet drejtuesi i SPAK-ut. Dhe do të kuptosh se kush është pamja ose marrëdhënia reale e partnerëve ndërkombëtar me shtetin shqiptar. Nëse ty në asnjë rast nuk ke takime multilateral, do të thënë shumë ambasador me ministra apo me kryeministrin, në rastin e zgjedhjes zotit Brau, të gjithë ambasadorët më të rëndësishëm të partnerëve strategjik në Shqipëri ishin të rreshtuar pas zotit Brau, që do të thotë për ta, partneri real në Shqipëri sot që flasim, është SPAK-u dhe GKK-ja. Tjerët janë faktorë sekondar, sepse vetëm SPAK-u dhe GKK-ja mund të bëjë atë lëvizje që është e nevojshme që Shqipëria të vazhdojë për të ecë përpara në të rrugën e integrimit. Nuk e bën dot Rama, nuk e bën dot as Berisha. Ky është faktori që ndërkombëtarët kanë partner. Dhe përsa kohë që ky është partneri, këto daljet diplomatike nuk e ndrojnë thelbin e gjës. Po qëndrojnë dhe njëjta logjik, çfarë do të bëjë SPAK dhe GKK-u mbas ndryshimeve? Do vazhdojnë proceset hetimore. Dëgjoj një sekond. Kjo masa krijon vetëm një ngërç në raport me mundësinë që hetimi të cënohet, por nuk e pengon hetimin të ecë përpara. Hetimet do vazhdojnë dhe do vazhdojnë jo më me ministra të pezulluar, po me ministra në detyrë. Nuk ndron gjë në raport me përfundimin e hetimit. Hetimet do vazhdojnë përpara.
Thjesht po thoni e bën më të vështirë atë. Ekziston rreziku potencial që rast pas rasti jetimit cënohet për shkak se personi është në një funksion publik. Problemi nuk është ky, problemi është që ne tentojmë të zgjidhim me mjete ligjore çështje që duhet të ishin zgjidhur me mjete politike. Sepse zoti Rama me shumë drejt thotë që ky është një budallallik me ok që nuk e gjen ti në asnjë vend në botë. Po duhet të thotë gjithashtu dha tjetrën që në pak vende në botë ti gjen ministra që janë nën hetim apo kryeministra që janë nën hetim që vazhdojnë akoma të jenë detyrë. Se dhe kjo është ana tjetër e medaljes, është e vërtetë që ligjërisht mund të jetë rast unikal, po dhe politikisht është rast unikal ama. Qartë. Dhe këtu kryeministri nuk përgjigjet vetëm, nuk mbron vetëm ligjin, mbron dhe një etikë politike. Dhe do të thotë, zotëri dashur, se ka një balancë morale. Do është e vërtetë që ti ligjërisht mund të kesh edhe 15 ministrat korruptuar dhe në hetim. Po moralisht nuk mund ta pranosh që ti të vazhdosh drejtohesh apo shteti të vazhdojë drejtohet nga një set ministrash që janë të gjithë në hetim. Se kjo është ekstremi tregon pasaj se sa absurde bëhet situata. Thënë ti ke gjithë këshillin e ministrave nën hetim për vjedhje për korrupsion, por ama u lejohet të vazhdojnë drejtojnë shtetin sepse ligji nuk e parashikon të ndalimin. Në këto rrethana çfarë ndodh me opozitën Ermal? Kishim protestë në datë 10 qesh Ermali, datë 20 do të kemi një protestë edhe më të fortë, edhe më të madhe, tha zoti Berisha ditën e sotme. Jam shumë i sinqertë dhe jam referuar vërtet sociologjisë dhe filozofisë se nuk e gjeja do të përgjigjen çfarë ndodh në këtë vend. Sepse është herë e parë që shikojmë një situatë e cila tashmë duket kush është kundërshtari real, por duket dhe që këto protestat të zotit Berisha nuk po prodhojnë politik. Pra, pavarësisht se zoti Berisha flet për protesta kombëtare, thupi dhe unë vim nga një background edhe të aktivizmit. Janë kombëtare, më thoni? Mua më duken protesta lokale, për numrat, nuk janë protesta kombëtare, unë kam qenë prezent se çfarë do të thotë protesta kombëtare. Mund të bëjmë një marrëveshje fjalësh, mund ta quajmë kërngritje paqësore, se është termi më paqësore, si është aq paqësore e fundit. Kjo ishte edhe një keq menaxhimi i policisë shtetit, në mënyrë se si veproi, sepse ishte mund ta menaxhonte më mirë situatën. I largojnë pjesën... Qa dhe policia e shtetit? Unë kam qenë live ku protestuesi shkonte dhe i ishte kapelen, shefit komisariatit. Shefit komisariatit nuk mund të lejohet protestuesit. Edhe të një protest morë para policia e shtetit, gazi, lotësjellës e tjera si këto, po a do ruhet rendi këtë vënd apo? Duhet ruhet rendi dhe duhet zbatuar dhe ne heqim kapelen çdo polici të ndeshme. Unë fola për menaxhimin. Pra, unë nuk fola për një rast përjashtimor. Menaxhimi, pra proporcioni i përgjigjes policisë shtetit, sepse kam qenë prezent në protestat e 2019 ku Tirana u mbushte gjitha në gaz dhe e di numrin dhe se si vepron policia kur do të ruaj kordonet apo kur do të ruaj atë perimetrin e sigurisë. Kilometri fundit, thotë zoti Berisha. Kilometri fundit. Tani në sensin tim mua më duket një e gabuar kjo protestë. Duket e gabuar sepse gjithë fokusi i zotit Berisha apo edhe i Partisë Demokratike duhet të ishte tashmë që ta lindte zotin Edi Rama përballë dritave dhe mënyrën se si ai tashmë po ndryshon retorikën e tij kundër Spakut dhe po mundohet të mbrojë ministrat e vet, cilët sipas ish zëvendës kryeministrit të tij kanë vjedhur dhe kanë bërë këtë vend të pajetueshëm, sipas njeriu që ky shëtiste në blok Arben Ahmetajt. Në këtë kontekst, opozita dhe vetë zoti Berisha ka zgjedhur një moment të gabuar për të protestuar. Machiavelli e thoshte mjaft qartë, kur ti sulmon në armikun e gabuar, shpeshherë i shërben mikut fshet. Në këtë rast dhe gjithë narrativa që po përdor sot zoti Berisha është në favor të kryeministit Edi Rama. Nëse ai nuk do të kishte bërë këto protesta, as ti Ilir sot nuk do më pyesje mua as për dhunë të policisë, as për të mitur që hedhin tymuse apo bomba artizanale. Po thoni, ky rast, këto momente, fikin projektorët para kryeministit Rama? Jo vetëm aq, është edhe më e rëndë. E fikin për të vetëm në arsye që zhvendoset vëmendja. Pra, në thelb ty përsëri Edi Rama të del ai në sytë e shqiptarëve, pra kushdo që diskuton do të që po me çfarë duhet bëjë opozita Ermal? Opozita duhet të mbështesi institucionet e drejtësisë, po për shkak të halleve që ka personale dhe po bivendoset me ngjarjet politike, po krijohet ky absurditet që ne po jetojmë sot, sepse nuk do në asnjë vend të botës, edhe në vendet të cilat ne po aspirojmë drejt perëndimit, nuk ka ndodhur ndonjë situatë ngjashme. Kështu që në këtë kontekst, vetë Partia Demokratike,
kur nuk ka fuqi, më thuaj çfarë ka prodhuar politikisht kjo protestë e Partisë Demokratike deri në këto momente. Nuk ka asnjë zhvillim politik. Ka treguar që Partia Demokratike e mobilizon, që Partia Demokratike ka strukturat ende vitale, që ka një pakënaqësi mbar popullore, apo jo? Pakënaqësi ne ndjejmë të gjithë ne këtu që Pakënaqësi ka shumë më tepër se ç'është aty. E kupton, por zoti Berisha u rikthyet mund të Edi Ramën, ju tregonti që është më i forti mes aktorëve të opozitës. Ky është thelbi. Dhe zoti Berisha sot duhet bëj protesta të cilat rrëzojnë Edi Ramën dhe jo të tregojë aty që unë jam akoma aktori i cili ka vënë mbi dorën e qumshtit. Nuk ka rëndoj qeveri nga protesta.